A është e mundur që inteligjenca artificiale me gjithë ndikimin e saj dhe me gjithë përhapjen e saj të bëhet kërcënim për shoqërinë? Cilat janë disa prej rreziqeve që mund të vinë nga ajo dhe si realisht mund t'i parandalojmë këto rreziqe? Pra, cila teknologji dhe kjo teknologji i ka rreziqet e veta dhe ne duhet të jemi shumë të vetëdijshëm si manipulimi me informacion bëhet në masën e popullatës, sidomos në rrjetet sociale tash. Thonë ekzistojnë video të cilat kanë të bëjnë me deepfake, për shembull, video fake. Pas shpërndarjes së asaj video krijohet një haos në popullat apo nëpërmjet shteteve të ndryshme. Dhe ne duhet të jemi të vetëdijshëm se si e përdorim inteligjencën artificiale. Pika e dytë është që siç e shohim në rrjetet sociale, ChatGPT ka bërë release një image generator. Në atë image generator, domethënë ti e fut fotografinë tonë dhe ta krijon një fotografi tjetër në formë të filmave vizatimor. Parashtrohet pyetja për neve, domethënë ku shkon ai informat, a ju ka kujtuar dikuj që ai informat mund të bëj scanning të fotografisë tënde dhe e gjithë ajo data ndoshta shitet diku në botë që ne nuk e dimë. Pra, duhet të jemi të vetëdijshëm se si e përdorim inteligjencën artificiale dhe ku shkojnë ato të dhëna që ne i japim.